Mëngjesi shëndetshëm me tërshër edhe si e përgatit unë, që të haj djali para se t'ikim në shkollë edhe unë para se t'ikim në punë. Në fillim unë hedh tërshërën edhe e përziej bashkë me qumësh që t'i vë të vlojnë. Nuk e vloj me ujë se nuk më pëlqen shija, po kuptohet që nëse u pëlqen juve me ujë, në vend të qumshit mund të përdorni ujë. Pasi ka vluar e gjithë tërshëra, do ta ndaj në 2 pjata, se unë dhe djali hëngrëm sot. Nga lart do t'i hedh kanellë. Tani nuk i duam të dy të njëjtat gjëra nga lart, dhe siç do shikoni do bëj 2 të ndryshme, vetëm tërshëra është e njëjtë. Kanellë edhe mjaltë duam edhe unë edhe djali, ndaj vendosa në të dyja pjatat. Edhe tani gjërat e tjera janë që tek pjata ime unë do vendos chia seeds edhe do hedh edhe linari. Këto chia seeds dhe linari unë tërshërën do ta përziej me fruta të nxehta siç do shikoni dhe do ta lë të ca, edhe pastaj do ta konsumoj. Ndaj edhe chia seeds është mira që të mos i konsumojmë direkt kështu siç janë. Nga lart i hodha kumbulla të thata, tek timja, edhe tek e djalit i hodha ara dhe për mua ara. Djalit nuk i pëlqejnë këto as chia seed, as linari, as kumbulla, ndaj edhe nuk i vendos asgjë nga këto. Si shikoni aty po nxej frutat e thata, ose mund t'i bëni në një tigan, frutat e ngrira më falni, jo të thatat, ose mund t'i bëni në një tigan, ose mund t'i vini brenda këtu që të shkrifen, edhe pastaj aty hidhni nga lart tek tërshëra juaj. Djalit nuk i pëlqejnë këto frutat, se i duken pak të tharta, po bashkë me mjaltën janë shumë perfekte, por nuk i pëlqen, okay, i pëlqen banania, si më të shumtë dhe fëmijëve, edhe i hodha bananet pjatë e tij, këto fruta të gjitha i vendosa tek pjata ime. Edhe si shikoni rezultati është fantastik. Kanë shije plot, janë shumë të shëndetshme, se të gjithë përbërësit janë okay për shëndetin tonë. Edhe i trazojmë, unë timen si që thash do ta lë pak me këto frutat e nxehta dhe chia seeds edhe linari. Djali mund ta konsumoj këtë moment, edhe unë pas